Adoleshenti Mario P., autori vrasjes së 14 vjeçarit Martin Canit pranë shkollës Fanoli në Tiranë, nuk është pajtuar me vendimin e shkallës së parë, që është palli fajtor dhe e dënoi me 16 vite burg, pasi së fundmi ai e ka ankimuar këtë vendim në apel. Burimet e Ora News bëjnë me dije se avokati mbrojtës i përleshejt argumenton se ndaj minorenit nuk mund të rëndojë akuza e vrasjes në rrethana cilësuese, vepër penale për të cilën shkalla e parë e dënoi. Në argumentet e paraqitura në apel, përfaqësuesi ligjor pretendon se krimi ka ndodhur në kushtet e vetmbrojtjes dhe tronditjes së fortë psikike. Këto argumente mbrojtja i ka paraqitur edhe në shkallën e parë, por nuk janë marrë parasysh nga gjykata. Më datën 9 dhjetor të vitit të shkuar, Mario P. u dënua me 12 vite burg për vrasjen e Martinit dhe 10 vite për tentativën e vrasjes së një të miturit tjetër, por në bashkim të dënimeve u dënua përfundimisht me 16 vite heqje lirie. Ngjarja e rëndë ndodhi në ambientet e shkollës Fanoli, ku të miturit u konfliktuan mes tyre dhe sherri degradoi në përdorimin e thikës. Si pasojë e sulmit, Martin Cani mbeti i vrarë ndërsa shoku i tij, Luiz Mecaj, u plagos dhe u transportua për ndihmë mjekësore. Pas hetimeve, prokuroria ngriti akuzën për vrasje dhe plagosje të rëndë ndaj të miturit, duke kërkuar një dënim maksimal, por gjykata vendosi një masë më të ulët se kërkesa e organit të akuzës. Pas kësaj ngjarje u morën disa masa në shkollë, ndërsa qeveria vendosi të mbyllë rrjetin social TikTok.